Fatostanës? Po ja kishte, po s'u bë. Jo, ja ka borxhe, po tani. Ja kishte se nuk e se ja kishte s'u bë. Ai se bëri. Po unë e para mendoj që Edi Rama se bëri sepse deri në kohën që donte Fatosi të bëhej, Edi Rama si kishte numrat. Në 2007 dhe në 2012, pra duhej një marrëveshje me Berisha. Ja, i mund t'i gjende vetë. Po nuk është ai, Nano i gjeti dhe pra Berisha nuk e bëri dhe bëm topin. Unë mendoj që përgjigjen më ka dhënë vetë një herë Fatosi, po në një darkë tillë, duke folur për këtë gjë, ka thënë që mua nuk më ka njënë mendje, se unë e di që sa t'jen këta në qarkullim, unë nuk do bëhem në njërë president. Dhe i thashun, pse? Po ti se ke pa, më thamë, sa herë zbresu më fushta, këta bëhen bashkë gjithë kundër me e, tha. Do të rhiqem unë dhe do i lejë që ka ca fyte mes vete. Dhe kështu ndodhi. Fiksa shumë ndodhi. Ilir, ti ke ndjekur edhe sëmundjen e tij. Shiko, sëmundjen e ka ndjekur më shumë familja. Ai ishte sepse kjo është një gjë shumë private dhe ai nuk e kishte dëshirë. Dhe nuk kishte dëshirë që publiku njerëzit ta shikojnë. Ashtu janë ato pak fotografi, por unë i them që një merit jashtëzakonshme në vitet e tij të fundit. Kujdes. Sëmundjes